Gjatë prajmit të mbrëmshëm, një pjesë e madhe e diskutimit në Big Brother VIP u përqendrua në marrëdhënien mes Selin dhe Mirit, e cila ka ngjallur reagime dhe debate të shumta si brenda shtëpisë, ashtu dhe jashtë saj. Pamjet e transmetuara treguan dy banorë duke fjetur bashkë në të njëjtin krevat dhe duke shkëmbyer gjeste afrimiteti, si prekja e flokëve dhe qëndrimi për një kohë të gjatë pranë njëri tjetrit. Këto momente ndezin diskutime të forta pasi u interpretuan ndryshe nga publiku dhe opinionistat. Megjithatë, pavarësisht pamjeve, si Selina ashtu dhe Miri kanë mohuar se mes tyre ekziston një lidhje romantike, duke theksuar se raporti i tyre është thjesht shoqëror. Kjo deklaratë solli analizë të mëtejshme në Big Brother VIP Fan Club, ku u theksua se afrimiteti nuk përbën domosdoshmërisht romans. Në studio u përmend dhe qëndrimi i tezës së Selin, e cila sipas diskutimeve është plotësisht kundra çdo afrimiteti apo lidhje të mundshme mes saj dhe Mirit. Ky fakt u cilësua si një ndikim i jashtëm i rëndësishëm që mund të shpjegojë edhe rezervën e Selin për të folur hapur për këtë raport. Opinionisti Arjan Konomi u shpreh se deri në këtë fazë të lojës nuk ka asnjë provë të qartë për një lidhje mes Mirit dhe Selin, ndërsa dhe opinionistët e tjerë kanë ndarë të njëjtin mendim. Sipas tyre, situata mbetet ende e paqartë dhe e hapur për interpretime. Marrëdhënia mes Selin dhe Mirit vazhdon të jetë një nga temat më të komentuara të këtij edicioni, ndërsa publiku pret të shohë nëse kjo afërsi do mbetet shoqërore apo do marrë një tjetër drejtim në ditën e vijim. Për të informuar për të rejat më të fundit, mos harroni të na ndiqni.